Ne faktikisht kemi nisur rrugën e një epoke të re ndërlidhje. Air Albania, e promovuar për vite si simboli krenarisë kombëtare, ka humbur zyrtarisht licencën e operimit, duke i dhënë fund një projekti që u paraqit si histori suksesi, por që përfundoi në faliment financiar dhe rëmuj operacionale, sipas medias gjermane Eurotelegraf. Pas revokimit të licencës, kompania ka lënë pas pasagjer të bllokuar, fatura të papaguara, padi ndërkombëtare dhe punonjës pa paga. Ajo që dikur u shpall si linja ajrore kombëtare, u rrëzua në peshën e borxheve të mëdha dhe keqmenaxhimit, duke u kthyer në një tjetër shembull negativ në sektorin e transportit ajror shqiptar. Air Albania është linja e 6 ajrore shqiptare që ndërpret aktivitetin në 2 dekadat e fundit, pas Ada Air, Bel Air, Alba Wings, Albatros Air dhe Albanian Airlines. E themeluar në vitin 2017 si partneritet me Shqipërisë dhe Turqisë, me mbështetjen e Turkish Airlines, kompania nisi fluturimet në vitin 2018 me pritshmëri të larta. Megjithatë, konkurenca e fortë nga linjat low cost si Ryanair dhe Wizz e nxori shpejt jashtë tregut. Edhe përpjekja për rilançim në vitin 2025 me destinacione të reja dhe avion me qira dështoi, për shkak të kërkesës së ulët dhe kostove të larta. Borxhet, paditë dhe tërheqja e Turkish Airlines nga partneriteti vulosën fundin e pashmangshëm. Fluturimi i fundit nga Stambolli në dhjetor 2025 shënoi mbylljen përfundimtare të një projekti që nisi me ambicie të mëdha dhe përfundoi në dështim total.